Shkuesa ABC News ju përshëndes, unë jam Fabiola Hoxha, jemi së bashku në hapësirën Shqipëria Sot, ku do të shohim në mënyrë të përmbledhur zhvillimet më kryesore. Kreu i grupit parlamentar i Partisë Socialiste Tauland Balla publikoi një dokument ku vërteton se Sali Berisha gjatë kohës që mbante detyrën e kryeministrit 17 vite më parë kishte firmosur për zhvillimin e turizmit në Zvërnec, si edhe për aeroportin e Florës. Balla shtoi se nga qeveria e Berisha ishte dhënë gjithashtu leje për ndërtime në Grykderdhjen e Vjosës. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla gjatë prezantimit të disa ndryshimeve në ligjin për turizmin në Komisionin për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, publikoi një dokument i cili tregon se vendimet për zhvillimet në zonën e Vlorës janë miratuar nga qeveria e drejtuar nga Sali Berisha. Balla deklaroi se vendimi për gjurmën e aeroportit të Vlorës si dhe ai që përcakton Nartën dhe Zvërnecin si zona me potencial për zhvillim turistik, mban firmën e Sali Berishës në cilësinë e kryetarit të Këshillit të Rregullimit të Territorit të Shqipërisë në vitin 2009. Sot po ju bëj publike se kush i ka firmosur vendimet për aeroportin e Vlorës edhe për zonën ndërtimore, zhvillimore, turistike në Zvërnec. Personi quhet Sali Berisha. Por një ish funksionar i lartë i qeverisë Berisha, ish ministri i turizmit Edmond Spau, zbuloi pak ditë më parë në emisionin Real Story në ABC News se ka patur një strategji gjatë qeverisjes së PD-s për zhvillim të turizmit të lartë për gjithë Bregdetin Jugor, përfshirë edhe Zvërnecin. Paketa e maleve nuk negociot. Ky ishte mesazhi që Edi Rama dha nga Thethi gjatë bashkëbisedimit me banorët, nisma sipas Ramës është mundësia e vetme e zhvillimit për banorët e zonave malore. Kjo iniciativë sipas shefit të qeverisë shqiptare u krijon mundësi investimit trashëgimtarëve të pronave dhe jo uzurpatorëve. Një vit pas aksionit për prishjen e ndërtimeve pa leje në Theth, kryeministri Edi Rama u rikthye në fshatin turistik ku përballë banorëve dha një mesazh të prerë. Paketa e maleve nuk do të anulohet pavarësisht kërkesave të protestuesve. Rama sqaroi se ligji nuk synon të hapë rrugë uzurpatorëve, oligarkëve apo biznesmenëve pa lidhje me zonën, por të krijojë mundësi zhvillimi për trashëgimtarët e pronave në zonat malore. Për paketën e maleve ka një keqkuptim shumë të madh. Paketa e maleve nuk është as për uzurpues, as për biznesmen, përveçse për të vënë në lëvizje ekonominë e trashëgimtarëve të pronave. Kreu i qeverisë hodhi poshtë pretendimet se me këtë paketë do të favorizohen investitorë të mëdhenj në kurrizë të banorëve. Historia me fantazma, me biznesmen, me oligark, me alien që do vinë në përmale të marrin tokat e njerëzve që i kanë trashëguar, është historia e njerëzve ose krejt të painformuar, ose thellësisht shpirtëzi. Rama ftoi banorët të përfitojnë nga mundësia për të regjistruar prona duke theksuar se me një tarifë simbolike prej €1 mund të marrin hipotekën e tokës së trashëguar, duke sjellë shembullin e 3 vëllezërve nga Thethi që kanë ndjekur këtë procedurë. Momentin kur Mariani dhe vëllezërit do të marrin lejen, do të marrin dhe pronën me €1 në perimetrin e përcaktuar. Duke ju rikthyer aksionit të vitit të kaluar, Rama tha se banorët e kishin keq kuptuar deklaratën e tij për legalizimet. Është tërësisht e pavërtetë dhe ju jeni të gjithë dëshmitar që unë kam ardhur këtu dhe kam thënë vazhdoni ju ndërtoni se ne do i legalizojmë. Unë kam ardhur këtu dhe kam thënë që do legalizojmë ekzistueset. Kryeministri ironizoi dhe zërat që kundërshtojnë investimet të huaja duke theksuar se çdo investim i lirshëm në Shqipëri përfshin pronarët aktual të tokës. Nuk duam të huaj në Shqipëri. Nuk duam të shesim Shqipërinë. Kujt po ja shesim Shqipërinë? Kur, ku, si? Kush po e blen Shqipërinë? Ata që janë në investimin e shumë diskutuar të Katarit, kanë marrë Francën me veten Katar. Nuk ka në Shqipëri investim me leje që nuk ka pronarët
pjesë. Gjatë takimit Rama njoftoi se brenda 2 javësh do të nisë ndërtimi i rrugës së Dukagjinit, ndërsa shkëmbeu edhe batuta me një prej banorëve të cilit ju shemb objekti pa leje gjatë aksionit të vitit të kaluar. Më kthin vendimin 19 përpara në lishme. Thot një shprehje, koka bën, koka pson, po tut pa kokën ty, unë them që koka e fortë bëhet edhe më e fortë kur e pson. Kryeministri Rama ka reaguar ndaj kritikave dhe kundërshtimeve për paketën e maleve, duke pretenduar se një pjesë e madhe e reagimeve negative në rrjetet sociale vijnë nga profile false. Lexoni argumentet e kundërshtarëve të paketës së maleve dhe keni parasysh se 90% e tyre janë vërtet profile falso. Po, mbas atyre profileve qëndrojnë pikërisht sorrat e opozitave parlamentare dhe korbat e opozitave imagjinare, të cilat e shndërruan bulevardin e Flamingove në shesh për sheshin e vulgaritetit, ku jashtë nxirret ullumi i gjuhës së urrëties me sasira e ndotësira që ai bulevard si kishte parë as kur nxirrte gjuhën ndotësi i madh i Mexhelisit ton. Shikojeni se si shajnë, mallkojnë, ofendojnë gjithnjë ata burra sot në theth, dhe mendojni vetëm për një sekond që këta shpirtra të bardhë si sytë e zorrës dhe pendet e korbit të kenë në dorë fatin e Shqipërisë. Do të flasim në këtë moment për stuhinë e mbrëmjes së dielshme që në fakt preku pothuajse gjithë vendin, po ka patur pasojë kryesisht në jug të tij. Në Vlorë pasojat kanë qenë të mëdha, fatkeqësisht është regjistruar edhe një viktimë, bëhet fjalë për një punonjës të OSHE-s. Ne do të jemi me kolegun Eltonika. Elton, si ka ndodhur ngjarja ku punonjësi i OSHE-s humbi jetën? Ngjarja në fakt është regjistruar rreth orës 3 të mëngjesit të sotëm, ndërsa rreth orës 3:40 minuta shtetasi 55 vjeçar në Shqipëri ka mbritur pa shenjë jete në spitalin e Himarës. Mësohet se ky fundi ishte duke riparuar një defekt në zonën e Himarës pas stuhisë të dielshme, pikërisht për shkak të problematikave të krijuara nga era e fortë por dhe nga rreshtet që prekën kryesisht të jugun e vendit gjatë mbrëmjes së dielshme. Ka qenë një shtyllë rreth 9 metra të lartë duke riparuar defektin dhe dyshohet që ka qenë fillimisht një shkarkesë elektrike që pasi ka sjell edhe humbimin e kontrollit të 55 vjeçarit duke shkëputur dhe nga ripi mbështetës dhe përfunduar në tokë dhe duke gjetur vdekjen e menjëhershme. Megjithatë, policia e Vlorës, siç edhe konfirmon, ka ngritur tashmë një grup hetimor për verifikimin e plotë të kësaj ngjarje dhe të shkaqeve që sollën humbjen e jetës së punonjësit të OSHE-s. Mësohet se 55 vjeçari ishte pjesë e një grupi pune të operatorëve të shpërndarjes së energjisë elektrike që shkojnë gjatë muajve të verës në zona turistike, pikërisht në ndihmë dhe për të përforcuar pikërisht këto zona për të zgjidhur çdo problematikë në situata që mund të krijohen edhe për shkak të fluksit të lartë të pushuesve që ndodhen pikërisht në zona turistike siç është edhe Himara. Duhet thënë që 55 vjeçari po riparonte, siç e thash më parë Fabiola, një defekt shkaktuar nga moti i keq, nga era e fortë gjatë mbrëmjes së dielshme dhe kjo solli për fat keq edhe humbjen e jetës së tij. Ndërsa nëse mund të themi referuar problematikave të shkaktuara nga moti i keq, ka patur dëmtime të vogla në qytetin e Vlorës, në disa biznese, në lungomare me largime karrigesh dhe disa pemë të rrëzuara, një prej cilave në zonën e Shesh Kamurit në Vlorë. Fatmirësisht në mëngjesin e sotëm situata është kthyer totalisht në qetësi të plotë, ndërsa problematikat më të mëdha për sa i përket stuhisë të dielshme janë regjistruar sa i përket jugut të vendit, kryesisht në zonën e Sarandës. Kuptoj. Mirë, Elton, faleminderit për këtë raportim. Pas stuhisë forte që përfshin mbrëmjen e dielshme në qytetin, dëme të shumta janë konstatuar në Lulisht tërmiqësia në Sarandë. Era fuqishme ka rrëzuar dhe dëmtuar një numër pemësh, duke lënë pas deg të thyera dhe pemë të shkullura nga rrënjët. Pamjet e mëngjesit të sotëm tregojnë qartë forcën e stuhisë, e cila ka prekur një nga hapësirat më të frekuentuara publike të qytetit. Dëmtimet kanë ndryshuar ndjeshëm pamjen e Lulishtes, ndërsa në disa zona kalimi është vështirësuar për shkak të pemëve dhe degëve të rrëzuara. Një 31 vjeçar ka mbetur i plagosur në një aksident rrugor të ndodhur në orët e para të mëngjesit të së mërkurës në aksin Lezhë-Shëngjin.
Sipas të dhënave paraprake, 31 vjeçari është banues në Shëngjin, ai ka qenë duke drejtuar një mjet tip Audi, ka humbur kontrollin e mjetit dhe është përplasur me një morë rrethuese më pas me 2 automjete të parkuara. Sipas së përplasjes, ai ka psuar fraktura të shumta pas ndihmës së parë në spitalin e Lezhës, ai u transportua drejt spitalit të traumës për mjekim të specializuar, ndërsa nga hetimet paraprake shkaki i këtij aksidenti dyshohet shpejtësia e lartë. Kalemi tek një tjetër aksident i cili ka ndodhur vetëm pak çaste më parë në afërsi të rreth rrotullimit të Çermës në autostradën Rrogozhin-Lushnjë. Një furgon mallrash ka goditur nga pas një mjet bujqësor i cili drejtohej nga një 50 vjeçare, ai është Ajet Kullolli. Përplasja ka qenë tepër e rëndë, 50 vjeçari po transportohet drejt spitalit të traumës. Policia rrugore dhe ekspertë po punojnë për dokumentimin dhe zbardhjen e rrethanave të aksidentit. Në këtë segment të autostradës ka frekuentim të lartë nga fermerët me mjete bujqësore. Ministri i Punëve të Brendshme Besfor Lamallari ka reaguar për aksionin e fundit të policisë rrugore për evidentimin dhe heqjen e xhamave të errësuar të automjeteve që janë vendosur në kundërshtim me ligjin. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai theksoi se ligji zbatohet në mënyrë të barabartë për të gjithë dhe se nuk do të ketë tolerancë për shkeljes. Sipas Lamallarit, rrugët janë hapësira publike ku siguria dhe transparenca duhen respektuar nga çdo drejtues mjeti. Policia rrugore përvijon kontrollet në të gjithë vendin në kuadër të rritjes së sigurisë rrugore. Vetëm gjatë 2 javëve të janë dëshkuar mbi 500 drejtuese automjetesh për përdorimin e xhamave të errësuar në kundërshtim me ligjin. Në varrezat e fshatit Morin është gjetur pa shenja jete një 35 vjeçar nga Prizreni, punonjës policie në njësinë e reagimit të shpejtë. Nga veprimet paraprake hetimore, dyshohet se 35 vjeçari ka vrarë veten me armë zjarri, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Një grup i posaçëm hetimor në drejtimin e prokurorisë po vijon veprimet për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes, ndërkohë policia e shtetit po bashkëpunon me policinë e Kosovës për të verifikuar nëse arma e zjarrit e sekuestruar është arma e shërbimit të 35 vjeçarit. Mirë, do t'jemi në këto momente në një lajm të fundit, ka një reagim të fundit sa i përket situatës së krijuar për shkak të modit të keq gjatë mbrëmjes së dieshme, një reagim i Ministrisë së Mbrojtjes, më duhet ta lexoj të plot. Mbrëmjen e dieshme, disa zona të vendit përfshin nga moti i keq me rreshje intensive shiu të shoqëruara me erë të fuqishme të cilat shkaktuan disa problematika. Grupet e punës në varësinë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë kanë qenë në terren që në momentet e para duke ndërhyrë në normalizimin e situatës. Akset rrugore, ekipet e autoritetit rrugor shqiptar kanë monitoruar vazhdimisht situatën në terren duke bërë pastrimin nga rënja e gurëve apo materialeve. Akset kombëtare kanë qenë të kalueshme pa problematika dhe qarkullimi ka vijuar normalisht. Autoriteti rrugor shqiptar është në gatishmëri dhe monitoron në mënyrë të vazhdueshme gjendjen e rrugëve. Furnizimi me energji elektrike aktualisht në rang vendi janë 21 fidera jashtë pune, ku ndër rajonet më të prekura janë Vlora, Fieri, Saranda dhe Libranj. Në orët e para të mëngjesit është vendosur në punë dhe është rikthyer në fakt energjia në disa zona. OSSH ka angazhuar mbi 1000 punonjës në terren për normalizimin e situatës, furnizimi me energji elektrike. Situata në basenin e lumit Drim paraqitet e qetë dhe pa problematika. Situata e stacionit të pompimit të ujit të ndotur në Sarandë është rikthyer në normalitet. Rrugët e bllokuara në stacionin e pompimit të ujit të Pishëm janë zhbllokuar dhe aktualisht po vijon puna për largimin e pemëve të rrëzuara. Flasim këtu për Sarandën. Në Durrës, si pasojë e kushteve të pafavorshme atmosferike janë evidentuar problematika të përkohshme në stacionin e pompimit në Fushkuri dhe në Çerm. Në stacionin e pompimit në Çerm një elektropomp pësoi avari, ekipet teknike ndërhyn me njëherë dhe brenda pak orësh defekti u riparua, duke rikthyer elektropompën në funksion normal. Ndërkaq kalojmë në Fier, rreth orës 2 është riparuar defekti në stacionin e Kafarajt, duke mundësuar rikthimin e furnizimit normal me ujë për Fierin. Gjithashtu, si pasojë e qyteti i Patosit mbetet pa furnizim me ujë, po punohet për rikthimin e energjisë elektrike gjithashtu.
Shoqëritë e tjera nuk kanë pasur asnjë problem. Aeroporti i Tiranës, gjithashtu situata në këtë aeroport ka qenë kryesisht i qetë, me disa fenomene meteorologjike të veçuara, të cilat kanë shkaktuar disa vonesa të lehta në trafikun në ardhje, ndërsa në portin e Durrësit, në terminalin e kontenjerëve janë rrëzuar disa kontenjer bosh, 8 prej të cilëve kanë pësuar dëmtime më të konsiderueshme. Gjithashtu, aktualisht po vijon koordinimi me kompani përkatëse për vlerësimin e plotë të situatas dhe të dëmeve. Në sektor të tjerë të portit të Durrësit, aktiviteti vijon normalisht. Në portin e Sarandës, situata para ditën e sotme paraqitet e qetë, linja me Korfuzin vijon normalisht. Mirë, do të flasim pak për hapësirat publike në qytetin e Fierit, që vitet e fundit duket se ka një angazhim që këto hapësirat të zaptuara më herët tu rikthehen banorëve të qytetit. Do të flasim sot për hapësirat publike poshtë pallateve. Do të jemi me kolegin Valbona Davidi. Valbona, ka një angazhim për rikthimin e hapësirave qytetarëve, kryesisht të shesheve dhe shesheve që janë midis pallateve. Ku është shtrirë ky aksion dhe si po vijon? Po duke patur parasysh se zaptimi ose bllokimi i atyre pallatesh ose sheshet pallateve, bëhet fjalë jo për hapësirat e zakonshme për të cilat flasim, ku funksioni i tyre parësor është argëtimi dhe shlodhja e banorëve të zonave konkrete, por për sheshet poshtë pallateve që me sa duket tashmë duke u bërë pjesë e punimeve të Bashkisë së Fierit, tregojnë edhe faktin se funksioni parësor të tyre kanë funksionalitetin. Pra kemi të bëjmë me sheshet poshtë pallateve, të cilat në radhë të parë funksionojnë edhe funksionojnë nëpërmjet mbledhësve për të mos lejuar grumbullimin e ujërave deri në përmbritje të hapësirave poshtë pallateve. Sigurisht për të pasur edhe një hyrje-dalje më të përshtatshme apo të komode për banorët e pallateve konkretisht, por gjithashtu funksionojnë edhe si hapësira publike për shtodhje. Pra funksioni parësor i këtyre shesheve të pallateve është pikërisht ajo që t'i bëj banorët e këtyre ndërtesave që të jetojnë në kushtet optimale për të cilat janë ndërtuar edhe këto sheshe. Ka disa vite që në Bashkinë e Fierit po punohet për t'i çliruar këto sheshe, për t'i bërë funksionale dhe duhet thënë se në pjesën më të madhe të tyre, në pjesën ndërmuese të tyre, sheshet poshtë pallateve janë kthyer në labirint të vërtetë, të pakalueshëm në disa raste, në disa lagje. Dhe për këtë arsye Bashkia e Fierit është angazhuar me një ekip brenda ndërmarrjes së shërbimeve publike, me një ekip ndërtuesish që është pjesë e punonjësve të Bashkisë së Fierit prej vitesh për të bërë këto sheshe funksionale. Së pari ose vëmendja kryesore për rikthimin e këtyre shesheve në normalitet janë pikërisht sistemimi i ujëmbledhësve apo kanalizimeve pikërisht në sheshet e pallateve që ka të bëjë pikërisht me atë që tham me shmangjen e përmbrytjeve në rastet e rreshjeve të dendura të shiut, qoftë në verë, por edhe në dimër veçanërisht. Pra është një situatë e cila është instaluar prej vitesh në qytetet e mëdha, në sheshet e pallateve, veçanërisht në qytetet të mëdha, sepse ka dukuri të tilla edhe në qytete më të vogla, por veçanërisht në qytetet e mëdha, këto sheshe ishin bërë, ose të paktën nëse do të flasim për Fierin, ishin bërë pothuajse të pa aksesueshme nga pikpamja e marrjes së shërbimit për të cilin ato janë ndërtuar. Pra, sheshet janë sheshe kalimi, sheshet që bëjnë të mundur ose që kanë sistemin e ujëmbledhësve dhe nga ana tjetër që bëjnë të mundur edhe marrjen e shërbimeve siç janë interneti, rrjeti energjisë elektrike apo edhe tubacionet e ujit. Të gjitha këto, nëse do të përkufizojmë në një fjali të vetme apo në një shprehje të vetme për gjendjen në të cilën kanë qenë përpara se të ishte kjo punë, mund t'i quajmë kaotike. Pra ishin në një gjendje kaotike veçanërisht në lagjet dytësore apo në lagjet larg qendrës së qytetit të Fierit. Është një ekip i Bashkisë së Fierit, që pothuajse është i padukshëm sa i takon promovimit të veprës apo punës që kryen, por që është një ekip prej disa specialistësh ndërtimi, të cilët punojnë çdo ditë për ta kthyer këtë shërbim ose për të kthyer këto sheshe në përdorim të qytetarëve. Unë kam intervistuar njërin prej specialistëve të ndërtimit të këtij ekipi, që është Zyber Baki, i cili tregon se si po punohet
dhe në fakt e tregon pikërisht me gjuhën edhe termat e teknikëve të ndërtimit apo ndërtuesve në terren. Mund ta ndjekim. Një brigadë që ne merremi me sistemimin e sheshve të pallateve në qytetin e Fierit, të ndërmarrjes punëve publike. Afërsisht 90% të shesheve, po ta zesh nga 11 janari të dalësh tek përhyrjet e qyteteve, 89% të pallateve të vjetër tek zgjedhja kanë qenë ekzistues, janë të rifreskuara dhe të bëra me ndriçim, me ka internet, me kablor, që do bëhet çdo gjë e kohës. Ki përgjigjet programit. Mirë, Valbon, të falenderoj për raportimin e drejt për drejt nga Fieri. Ditën e mirë. Ishte gjithçka përgatitur për Shqipëria Sot, ju mund të klikoni në webin tonë ABC.al për të tjera zhvillime, në radio na gjeni në frekuencat 105 FM. Në orën 12 do t'jeni me kolegen Jeta Kasemi, që ndroni me ABC.